Përshëndetje të gjithëve, fillojmë mbledhjen e radhës. Fillojmë me pikën e parë, miratimi i rretit të ditës. E jeni në vonë, vota pro? Vota pro? Jeni në vonë? Miratimi i rretit të ditës. Abstenim? Kundër? Kalojmë në pikën 2. Për miratimin e fondit për familje të nevojshme që do të trajtojnë me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtzuar për shllok ndihmën ekonomike si dhe ato që do të trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin janar 2026. Ka ndonjë pyetje lidhur me këtë pikë? Me që s'ka, kalojmë në votë, në votim, vota pro? Të pres, kalojmë në votë? Çka keni, unë mos jam dakord, se unë kam votoj pro. Tani ndihmën ekonomike e di çete pro. Atëre abstenim kundër? Abstenim, okej. Atëre kalojmë në pika 2, kalojmë në pikën 3. Për disa ndryshime në VKB numër 121 të datës 23/12/2025 për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Lushnjë, institucioneve të varësisë dhe të njësive administrative për vitin 2026. Lidhur me pikën 3, ka ndonjë diskutim? Ose dhe nga administrata ndonjë seri? Duhet një seri. Po, nga administrata? Në të material, në antraqitur për shtatim ndryshime të kreve të grove, të 126, të 125 dhe 420. Ka ndonë ndryshime në disa sektor të marrë të darksen, në disa punojës në do shtetës në aparatit, dhe në disa fikse dhe përësë të shkatë. Po të vini vetë të lidhje të keni në ngjyra ndryshimit në nërë, dhe nga testimi 1025 parë në ndryshuar. E këtë janë caktur në një anarë në estinashës, unë të bërë një sarim të kemërtimi i titullit të material të bërë në sa ndryshime dhe shtesa të VKB-s shkestimi. Për ta zvartur së të në të Në një pyetje? Në pyetje kështu paksa. Janë disa kategori që i ka vajtur 5.800. në të mëja, Por po t'i hysh paga neto, del me ullët se ata që janë në kategorinë që i takon 50.000 lekë, nuk është pak qik. Sti që rritur qik më shumë, se për duke në kategori. është përcaktuar për Tjetër, po pastaj ka një efekt të buxhet, dhe ne nuk duam që Se se efektet financiare do të jenë brenda fondit të miratuar nga buxheti i vitit 2026, dhe ne nuk do të kemi rritje të fondit të pakave, por një specifikim të Sa e ka koston tani? Kategorinë protokollike sa mund të jetë koston po themi nëse do të hyjë Jo, është e madhe këtu. Nëse hyjë në total pastaj do të ketë shumë. Sepse për kemi një program tani. Okay. Nëse do të rejtë që parashikohet. Nëse po dhe këtë. Tjetër? Po. Ata që s'votojnë punën, majva pak në punësi. Që janë gjithë në terren që janë të pasuri publike. A që që staj, që të kënë gjithë punën, që del para fund, ma në në e punësi që qasë punën në laqë. Që do parë një së dhe... pastaj të rrë dhe vërësia. Më e më pati që të kënë dhe... Një pjesë i kaptati, përse bërë në në. Jo, unë kisha diçka si rrë dhe kësaj, por mos tap debatit do ta them fund. Do ta them fund të ndryshme si ka lidhje me këtë. Mos ta zgjatëm gjë. Atëherë që s'ka një tjetër diskutim, kalojmë në votë. Vota pro. Abstenim? Kundër? Okej, kalojmë pika 3, kalojmë në pikën 4. Ndi vlerësime dhe parashikimet. Nësë.
dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të bashkisë. Atëherë te pika 4 me diskutim është buxheti afatmesëm, i cili kisur nga kjo mbledhje, në çdo mbledhje këshilli do të ketë ndonjë material të paraqitur deri në fund të buxhetit vjetor. Pastaj do ta bëjmë bashkë buxhetin afatmesëm bashkë me buxhetin vjetor. Nëse ka ndonjë pyetje teknike, pastaj financën në këtë. Po, atëre ka pyetje tjetër? Para se kalojmë në votë? Okej, kalojmë në votë. Vota pro. Abstenim. Kundër. Atëre kalojmë në pika 4. Kalojmë në pikën 5. Për miratimin e dhënies së ndihmës financiare për zonën vezive Deliu, banesa së cilës është dëmtuar nga zjarri, Lagja Lori Zamo, njësia administrative nr. 3. Lidhur me këtë pikë, në një diskutim? Po. Unë kam përjetuar shumë se një para një është një njësi nr. 3 dhe dyta shumë afër banesave tona. Shqipëri që shpëtuan jetat vite, të fatë keq që dojnë 3 shtëpi, por bëja një kërkesë atij bashkisë sekretarës. Jam i sqaruar për punën e projektit dhe usia që për projektin e njësia 2, 4 dhe 1 janë vendosur i prandët, kurse në njësinë 3 nuk janë vendosur. Dhe një shprehje austriake thonë që një hidrant është një stacion zjarr fikse. Kështu që do doja që sa më shpejt, më mirë ta parandalojmë se sa ta shpërtejmë tani dhe kështu që nuk pati humbje e njerëzve. Duhet vendosur një hidrant si s'bën të Ureproj që mbulon dhe pallatet të Aza, edhe një të Koçallagazit për atë blokun e Lagjës aty. Për mua është, unë e kam përjetuar shumë atë zjarras. Është pak tani të parandalojmë. Rajoni 8 duhet pajisur me hidrant. Po këto 2 hidrant duhen shumë shpejt për mendimin tim. Po vjen sezoni i verës, zjarret janë pranishme, aty të lagja janë vetëm një hyrje. Atje po u vendos një gabim, atje u dolën si mi të gjithë. Është bloku më i vjetër i lagjës i qytetit, edhe në mënyrën e ndërtimit të aty është vetëm shumë rrugë. Një hidrant duhet të kënë. Hidranti nga ndihmon së të kënë. Gjitha të blokë familje. Edhe një të Ureproj që ndihmon edhe nga rajoni 3 dhe nga Aza, aty që janë gjitha i gjithë pallateve, hidranti. Këtë mendim kam unë për doli pak jashtë temës se kjo ta bëhet përblyer po ti që kjo ndihmë kaq i shpejt, besoj se do të ishte shpëtuar në një shtëpi, se jo pak u bëjnë 3 shtëpi aty gati. Ata bën pamundën, po mendoj se ka kaq informacione sa kam nga njerëz si njoh dhe nga do të them që një hidrant është shumë pranë. Edhe besoj se dhe hidrantet e tjerë janë vendosur në përgjithësi 2, 4 dhe 1 duhen se s'bën të kontrollohen dhe të jenë eficient. Okej, faleminderit tjetër. Pyetje tjetër? Ministeri i Trajnerit, Në 2 shtëpi janë apo 3? 3 shtëpi, janë 3 materiale. Po një zbiçaka e si ka parë unë po flasën tjetër lagja. Te lagja 3 shtëpi janë ndjekur. 2 poshtë problem sot. Janë 3. Por e mos vazhdoni tani me mua, po edhe mos vazhdoni. Pesa dhe gjata Them 2 uroni 3. Një zbiçaka. Atëre kalojmë me që s'kemi diskutime në votë, vota pro. Abstenim. Kundër. Atëre. Pro. Kalojmë në pikën 5, kalojmë në pikën 6. Për miratimin e dhënies së ndihmës financiare është e njëjta gjë, por zotin Jorgel Çemeri, banesa të cilit është dëmtuar nga zjarri, Lagja Lori Zamo, njësia administrative nr. 3. E njëjta gjë, atëre diskutime. Kalojmë në votë. Vota pro. Abstenim. Kundër. Miratohet.
Kaloj në pikën 7, edhe kjo është e njëjta gjë për miratimin e dhënies së ndihmës financiare për zotin Kasliot Gjolena, banesa e së cilës është dëmtuar nga zjarri lagja Gjolen, fshati Viçaka, Njësia Administrative Karbunar. Atëherë lidhur me këto, në një pyetje? Me këto? Kaloj në votë? Vota pro? Abstenim? Kundër? Atëherë miraton, kaloj në pikën 8. Për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore të cilët kanë mbetur pa u regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë. Është një korrigjim aty të banesave. Atëherë në lidhur me pikën 8, në një diskutim? Okej, me që s'ka, kalojmë në votë, vota pro? Abstenim? Kundër? Kalon, miratohet e pika 8, apo i kalojmë në pikën 9, për përjashtimin nga pagesa e qerdhes dhe kopshtit për fëmijët Justina Kiftiu, Solen Kiftiu, Elien Regjo dhe Esamed Regjo. Lidhur me pikën 9, në diskutim? Ne kemi kaluar në paketë fiskale në fakt, kemi marrë në gjyqje të thënë për familjet që janë të divorcuar prindrit, por që kanë fëmijë të mitur dhe janë në kushte jo të mira ekonomike dhe sociale, ne ti përjashtojmë nga pagesa e taksës ose kvotës që ata kanë për të frekuentuar kopshtet dhe qerdhet. Por në këtë rast çështja është që nëna i ka braktisur dhe nuk është bërë procesi i divorcit. Dhe prandaj ne kemi sjellë me një material veç, duke qenë se në paketën fiskale është për familjet e divorcuara. Tek rasti 2. Kjo korreshi është ama e kryetjeve, Regjës për Kemi tek pika 9, të kemi që fëmijët Justina Kiftiu, Solen Kiftiu, diskutim tjetër? Jo, kjo familje se më bëri përshtypje lexova relacionin të Ndjeta Korreshi. Dhe thuhet që jeton me prindit e saj, një familje me 8 anëtar, ku edhe prindit e saj janë pa punë dhe në kemp. Ja të përgjigjet... Jo, ideja është e tillë. E bëjmë një përshkrim të gjendjes sociale në të cilin ndodhet sot. Antari në të cilin e marrin në shqyrtim. Kjo është tek divorcuar. Për atë të praktisurin pastaj është tjetër gjë. Kurse këta janë të divorcuar dhe jemi brenda paketës fiskale. Dhe që kjo nënë të vejtë të punoj, ta fëmijë duhet vetë të ushqen. Dhe prandaj duhet të çojmë në kopsht qerdhe të ushqen atje se nuk ka të ardhur nëna për t'i ushqyer, thjesht do të dali vetë në punë. Dhe ne kemi afruar edhe kushte pune, për mbështetjen totale sociale të kësaj. Kjo ishte pyetja ime, a kanë një mbështetje tjetër familje apo jo, përveç kësaj sepse mori përshtypje të anëtarë. Pra trajtohet me diçka tjetër si familje apo jo? Jo, është orientuar që të marrë shtëpi me qerat, është në shtëpi me qerat që Se halli nuk fillon dhe mbaron se pagesa e qerdhes dhe kopshtit, kjo është ideja. Qëllimi që ne kërkojmë jo vetëm të integrojmë këta fëmijë në kopshtet dhe në qerdhe, por që prindit të ketë mundësinë që të bëjë punë për të përmirësuar edhe anën ekonomike. Kalojmë në votë atëherë. Vota pro? Abstenim? Kundër? Atëherë miraton, kalojmë në pikën 10. Për një ndryshim në votë të numër 43 datë 30/6/2023 ndryshuar mbi miratimin e komisionit të përhershëm të Këshillit Bashkiak Lushnjë. Lidhur me pikën 10 në diskutim. Procedurë është vëllë vakante. Kalojmë në votë, vota pro? Ati bëjmë atë ditës. Abstenim? Kundër? Atëherë Ditën ata miraton. bosh parlament dhe komisionit. Pika 10. Kalojmë në pikën e 11, mbi shqyrtimin e kërkesës për tërheqje të kryetarëve të fshatrave, IMSH, Njësia Administrative Bubullim dhe Dush Kimat, Njësia Administrative Dush. Lidhur me pikën e 11, në një diskutim? Po, dhe thorë po. Ja, po se ka... Atëherë, ne thjesht i formuam mbi këtu, se përket 2 kryetarëve të fshatrave, po e nis me këtë IMSH njerë, se kjo është pak më problem, pastaj do kaloj te i Dush. Tani ne e pam
E lexuam në kërkesën e tij arsyen pse jep dorëheqje nga kjo detyrë. Por marr shkas nga kjo sepse kjo është shkak pasojë. Jam i bindur që le të jem dhe paragjykues që nuk është kjo arsye e vërtetë. Por të dalim te thelbi. Ky zotëria ka ikur, po halli dhe problemi i banorëve atje nuk ka mbaruar. E kam ndjekur, kam parë që edhe kryetarja ka marrë kontakt me banorët lidhur me problematikën që kanë ata për sa i përket pronës dhe pronave të tyre atje. Do të doja një përshkrim të situatës nga kryetarja për sa i përket zgjidhjes së problemit atyre banorëve, zgjidhjes ligjore, pa diskutim. Sepse mos ta mbarojmë të me kaq që iku kryetari, ky kryeplaku dhe mbaroi historinë. Atje problemi vazhdon. Çfarë do të bëhet me ata banorë atje? Bëhet fjalë për një tokë e cila me sa më shton dhe me sa kam parë kalim të ligjin, sipas edhe tyre po bëhet një padrejtësi. Tani a mund të më kthjelloni mua dhe qytetarët lidhur me problematikën që kanë banorët e Imshës? Bashkia ka parë disa certifikata pronësie, të cilat janë vënë në dispozicion nga ata që janë pronar në dokumentacionet që ata kanë depozituar të anësisë administrative, ku kanë kërkuar që të pajisë me një rrethim, ashtu siç e parashikon me 6.000 nga njësia përkatëse. Njësia i është drejtuar institucionit të bashkisë dhe drejtues politike për të dhënë argumentin e nevojshëm ligjor dhe sipas dokumentit të pronësisë që ata paraqesin, të ligjin ne na e kërkon të 3 muajve të fundit, ata e kanë plotësuar dhe janë pajisur me këtë leje nga ana e njësisë administrative. Banorët e takimit që unë kisha me ta pretendojnë që zotërit i kanë të falsifikuara dokumente, për të cilën ata pretendojnë që ka një kallëzim penal nga ana e deputetit që ka mbuluar zemrat në atë periudhë, Erion Braço, dhe po vazhdojnë një procedurë hetimore nga ana e prokurorisë Fier për të parë nëse dokumentat e pronësisë apo në historiku i marrjes së certifikatës së pronësisë është e rregullt apo jo. Ndërkohë dhe ne nga ana jonë për të marrë një informacion të qartë për qytetarët, jemi drejtuar hipotekës me një kërkesë për të na vënë në dispozicion procedurat me aq sa na lejon ligji që hipotekat na informojnë për historikun e kësaj prone. Aktualisht nuk kemi një përgjigje. Jo, në të kushte nuk vazhdoj të diskutimi, se dhe unë nuk mund të flas në bazën e amëndësimeve atjeve, por në shparaqitur ndryshe dhe për sa kohë në shparaqitur sigur atje s'ka asnjë dokumentacion dhe bëhet fjalë për një tokë shtete ku e gjen tagën ligjor administratori i komunës që t'japi leje. Ka një certifikat të 3 muajve të fundit, sipas asaj që ne na kërkon ligji për çdo qytetar i cili kërkon të pajiset me një leje ndërtimi apo me një deklaratë punimesh siç ka shkruar në ligj përkatës. Në që s'ka pyetje tjetër për kjo pika, atyre 11 kemi dhe punësime që kemi parë dokumentacionin. Po, se tak, do marrë me inë që kam pak dhe për dush. Madje unë me dush më duhet merë, se kam qenë në pjesë e komisionit dhe rrinë. Po, tu kam një kërkesë për dorëheqje. Unë i nënshkruari zoti Musa Hoxha, sot në datë 16/2 kërkohet t'jap dorëheqje nga funksioni i kryeplakut fshatit. Unë me sa di, do ma përforcoj edhe Ervini, nuk e ditë këtë qenë e Musa Hoxha. Musa Hoxha është punojës i njësisë administrative, dush. Tani ose është edhe punojës i njësisë, është komanduar edhe kryeplak, ose ka diçka tjetër pastaj që nuk shkon. Se bëhet fjalë për dorëheqjen e një kryeplaku që s'ka qenë kur kryeplak. Ju e dini shumë mirë që janë E dim pra nuk është bërë procedura, e keni komanduar ju. Nuk është bërë, ndush të matë nuk është bërë procedura. Nuk është bërë zgjedhja e kryeplakut. Si është bërë procedura së përkatës? Nuk është bërë, nuk është bërë. Nuk e kanë bërë, ata kanë qenë vjetësi
Zoti Qela si zoti Sina kanë qenë anëtar të Jemi grupit aty, po flas për kohën e kaluar. Kanë qenë anëtar të atij grupi për të vazhduar procedurat. Si rezultati problematikave që ka pasur në komunitet, nuk janë mbledhur njerëzit për të zgjedhur procedurat dhe kanë sjellë dokumentacion që si kanë bërë dot të zgjedhjet. Dhe i ka kaluar pastaj administratës kompetencë që ka kryetaria e bashkisë për ta emëruar. Dakor, për shembull, Por duhet të ketë një mënyrë. ky që po jep dorëheqja. Duhet të ketë një Është punojë si njësisë administrative. Plus kësaj nuk është dhe nga dush, ku është nga Gramshi. përgjigjem do të thotë se Është shtëruse, mos e drejtë, ç'është përgjigje. Për sa përket dokumentacion që keni sjellë tek punë për atë po. Mund të sjellë dokumentacion. Jo, kam kërkesën tuaj. Se përgjigjem do të për atë pjesë. Sjellën aty të shtuar për shkak se nuk pati interes për të marrë pjesë, ne kemi konkurrë madje ne kemi. Thjesht duhet sqaruar këtë pjesë që Jo, po mund ta miratojmë dorëheqja dhe heqim nga puna fare, se mos e marrim me ikën nga njësia. keni nga të drejtë në kas. Duhet sqaruar. Jo, ai është shumë rregull. Jo, duhet sqaruar. Ta sqarojmë historinë. Zotëria në fjalë ka sjell bulën bashki për dorëzuar kërkesën për dorëheqje dhe në kryeplagët, që quhet Myftar Troka. Dhe këtu pastaj është miratuar dorëheqja dhe këtij që solli letra. Myftari ka kohë fakt që ka shprehur interes për pozicion më të duhet sqaruar. Merr pagesë, por gjë që i ka kaluar punën për shumë komandim brendshëm, nuk është gjë si kryeplak nuk merr pagesë. Nuk është komanduar fare, s'ka qenë as 2 ditë që ka sjell letra ka qenë kryeplag. Si kryeplak nuk merr pagesë. Okej. Punës pasaj ka bëj dorëheqje se ka pasur. Po nuk është ky pra, nuk është ky personi, sqarojmë situatën. Në thjesht duhet sqaruar se në fakt shpreh interesi për të mos qenë më kryeplak ka shprehur edhe kryetari i shtetit dush sektor. Myftar Troka ka drejtë keni, kështu që thjesht duhet bërë ky sqarim. Ndërkohë që në dush fshat ka pasur gjithmonë vakancë që nuk ka pasur fare interes. Kjo është e vërtetë. Okej. Pra ta tregjin dhe po ecim më saj. Atëherë në tek pika 11 përvojë dhe përmirësinë administrative dush, këshilltarët për gjendje, si dojnë për zgjedhjet Elona Cani, Ervin Sina, Klement Qela, Lediona Korreshi, Shkenca Arapi. Ndërsa përmirësinë Bubullin, këshilltarët për gjendje, Denisa Topi, Kujtim Ziko, Antonella Kaja, Luciano Qela dhe Ariola Hoxha. Domethënë kjo është përmirësia. Atëherë lidhur me këtë pikën 11 tani do nisëm tim tjetër para se kalojmë në vonë. Po. Jo, po sqarim nga administratë nuk ka. Vazhdojmë pastaj procedurën me bashkë me Kelen dhe me Pastaj nuk do votimi, do votimi kjo është kanë, do votimi. Nuk bënë ndjerni që po të marrë procesin e Përsa, jo nuk do votimi. Po pra. Atëre kalojmë te pika 12, raporti punës së Këshillit Bashkiak Lushnjë për vitin 2025. Kjo është puna jonë. Po, pra. Pesh informacione që është bërë në 2025. Në një diskutim? Nuk ka nevojë për votim, thjesht Edhe dini për votim një. s'ka nevojë, atëherë okej. Të ndryshme, kalon në pikën 13 të ndryshme. Po, i lirë, po, më thuaj, po. Zonë kryetare, duhet të dia si po vazhdojnë punët për hapësirat e publike, verimin e hapësirave publike administrative. si të një informacion për verimin e hapësirave publike. Po vazhdon si proces. Po ndërhyet fillimisht në zonat që ne po investojmë dhe më pas në zonat që kemi pas ankesën e totalin në hapësira publike. Dini çiko se Bash një në punë që ka një kërkesë, ai të bizneseve dushme. Ish ndërmarrjet ushqimore, se ka qenë SMRT-s, gjitha këto ndërmarrjet industriale. Ka mundësi të ti bësh i kontrollosh rrugët, hapësirat publike brenda tyre.
se janë bërë si Somali. Bill Campbell, Darden, janë hapësira publike të gjithë rrugës natura, të janë të gjithë ndërmarrje pishushimore, industriale, që janë qenë kone, të gjitha janë. Konkretisht për kjo, Ke ishtë Izraela lartë, ke përderuar, ke poshtë ai, po ta thëjtë me emra që është e kërçu ku poshtë, ku kalone ai, që bërë arkat atje dhe paleta. Njerë e lepëm shia këte, njeri me garë tjetë, njerë tjetë, du në marë masa këto. Ku do kaloj e? Në avionë dhe? Shloj këto dhe jepi frymari atyre bizneseve si lartë dhe poshtë se janë të blokura. Dikush do t'i japi një qëra, nuk i merë njeri se s'ka ku këthejnë makinat e mbaja. Nëse jenë në këtë vazhë, bëj edhe këto dhe Ebe frymari atyre, ka që kështë. Po, se ju të 13, Dy çështje ka një procedurë, pa? Do ishte mirë që qenë kryetari i Këshillit, sepse është pjesë e komisionit, jo për gjëti tjetër, por thjesht është pjesë e komisionit të titujve vendor. Unë kam bërë një kërkesë disa muaj më parë, në tetor, konkretisht, për të shpallur qytetarën deri Vullisën e Koptarës, djalin e Lushin Seri Manaj, dhe nuk kam asnjë përgjigje nga komisioni, në fund drejtën, minimalisht për procedurë. Po me qenë se është Gesi, është edhe Keli që janë komision mund në japën një sjarim. është marrë shqyrtim ato, s'është marrë shqyrtim. Ka interes për ta marrë shqyrtim, s'ka interes për ta marrë shqyrtim. Ja vlen me shqyrtim apo s'ja vlen me shqyrtim. Përpara se ta shpalli Lushin Vlora Fshon, që thonë se kemi një ose Mitrovica që i bën edhe murale. Kjo është ideja. Meqense është Lushnjari më i njohur në historinë e kombëtarës, me gjithë respektin për plejadat shkëlqyera Lushnjarësh, që kanë luajtur edhe për kombëtarën shqiptare të futbollit, dhe shumë respekt, në fund drejtë se kemi shumë emra nga të fundit, Marko e Tambano, fundit fare. Po, Red Mana i ka luajtur 44 ndeshje, ka shumë një ndeshore dhe unë kërkesën e bërë në një moment në fund drejtën ku vetia kombëtare ishte edhe më lart për shkak se shnoi golin e suksesit në Serbi. Ka një kundërshtim për shkak të sa për e Red Mana? Po e bëj pyetje retorike. Nëse keni kërkuar pastaj informacion për çështën e figurës së Red Mana, do të vërtetën e dosjeve më thonë. Jo, thjesht më thonë. Nëse kanë ngjetur te pasërtia e figurës. Po, dakord pra se në fund ditës e prandaj jemi këtu në Këshillin Bashkiak, që janë të Këshillit Bashkiak, edhe për të bërë një projekt, edhe për të bërë një kërkesë, edhe për të bërë një projekt vendim. Ne jemi krenar për ne. Dakord. Po ideja është që në komision kemi gjetur një volum shumë të madh kërkesash që duhet marrim gjitha me radhë të shqiptarin dhe shqiptarët. Okej, s'm di gara. Pas, jo më to radhë. Problemi se ne kemi paragjikime për atë si jemi. Si ta gjykoni keni? Si ta gjykoni? Jo të opozitës e keni në dorë. Dakord. Unë nga në tonë privatisht, unë ke marrë rallën për të propozuar. Jo, ata opozitës tonë që për humbin e artikut dhe vend të fare. Mirë. Se me kemi do ta shpallë njëri në vend me mua. Gjithë atë shkrytje e Dhe këtë përgjigje Ervin. Atëherë, me që u drejtuar Ervini si pjesë e komisionit titujve dhe medaljes. Tani, ne kemi dy komisione tituj dhe medaljes. Përpara se të vi tek ne, kalon te komisioni titujve dhe medaljes i bashkisë. Kështu që s'pari e marrin ata shqyrtim, pastaj vjen tek ne. Në mos gaboj për procedurë, i nderuar sekretar. Jemi te titujt dhe medaljet. Kemi dy komisione. Një që e ka bashkia dhe një që e ka Këshilli Bashkiak. Pra s'pari shqyrtohet komisioni titujt dhe medaljet të bashkisë dhe pastaj vjen tek ne. Dy komisionet janë pavarur punën e tyre. Nuk presin që të marrojë njëri të lloj tjetri. Pra, çdo komision ka punën e vet. Ju kujtoni strada e punës. Ne jemi në Këshillin Bashkiak. Okej. Besoj kam qenë qartë dhe nuk jesë nga bërë. Kur keni interes, kur ta keni dëshirë për ta bërë këtë, na thoni,
Që mos shpallim Silviana, qytetar deri përpara Rimanit. Ky është tempi. Ai e meriton dy ditë, ai banori. Jo, për 300 banori dushë, se klasë kisha mund të shpallim edhe një sumos tjetër, për kisha të qenë gjë shoqare. Jo më ky Rimanit. E para kjo. E dyta, kam bërë një kërkesë për informacion drejtuar Këshillit Bashkiak, me bashkë me të, me bazën ligjore për pasur në gjesë të Këshillit Bashkiak, drejtuesit e Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Të Fierit. Kanë qenë çik zëna në kohët e fundit për shkak të çështjeve hetimore, në cilat janë të përfshirë drejtuesit. Po një specialist mund ta kishin sjellë, nuk e di, ka ndonjë kthim përgjigje Erion nga Agjencia Rajonale e Mjedisit mbi kërkesën kam bërë për të pasur këtu në gjesë dhe për të dëgjuar nga afër. Pikërisht nga ata që janë agjencia më e rëndësishme, specifikisht më e rëndësishme bashkë me Institutin e Shëndetit Publik, mbi gjithë problematikën që ne si Këshilli Bashkiak kemi ngritur sa i takon kompanive që operojnë në lushje, në një fushë caktuar që ne e dimë tashmë, e që nuk ka nevojë ta bubrojmë mos sepse është shumë e famshme. Era që po dëgjoj edhe tani kur erdha ishte aq e dallueshme sa gjë. Tani thjesht duhet dëgjojmë nga ata është dëm për shëndetin publik, veprimtaria e këtyre fabrikave apo jo. Nëse nuk është, të na e thonë, po ta e thonë ata të paktën. Nuk e dyshojmë, mund edhe të mos ketë asnjë lloj shqetësimi për shëndetin publik. Çështja e dy fabrikave. Po jo, unë nuk jam specialist, nuk parashikoj dot. Po të na e thonë zotrit. Po dhe Roma na e thonë zotrit të cilët janë, të cilët paguhen me taksa publike. Të mbajnë një lloj përgjegjësie publike këta njerëz që paguhen me taksa publike. Nuk e di për çfarë janë në ato institucione. Është kërkuar nga firma e digjes publike që kemi bërë tek muzeu, kërkuar makineria Irena duhet ta di më saktë, Irena e bashkisë, është kërkuar një makinë që të monitorojë për një muaj rresht veprimtarinë e këtyre fabrikave dhe të përcaktoj shkallën e ndotjes. Por fakti është që ku e dim ne se atë brenda të muajit që ne po e marrim do ta marrim me qira bashkia ishte vendosur, ku e dim ne që ata nuk lajmërohen dhe ndërkohë një muaj lën pezu dhe kujtohen më pastaj për ta rindezur sërish. Pra unë e kuptoj. Unë nuk e kërkova pa qëllim ardhen e zyrtarëve të agjencisë të specialistëve. Pse? Sepse Këshilli Bashkiak është organi më i rëndësishëm në pushtet në nivel lokal. Dhe kur zotria, që është përfaqësuesi e Agjencisë Rajonale të Mjedisit, vjen në këtë sallë për të bërë disa deklarata, duhet të mbajë ca përgjegjësi. Në momentin që do t'i bëjë ato deklarata këtu, të tipit që jo nuk ka asnjë dëm për shëndetin publik veprimtaria, ose po ka, po ne nuk kemi çfarë bëjmë se s'kemi targë ligjor. Të na e thonë. Të gjejmë një arsye për ta justifikuar veprimtarinë e punës tyre, se unë nuk e kuptoj këtë. Nuk arrit dot ta kuptoj në botë që një institucion, një agjenci aq e rëndësishme, bashkë me shkon, po thoni ju, mos ketë një qëndrim publik mbi zërin publik. Por një çështje kaq të rëndësishme. Okej, si Këshilli Bashkiak me vendim e kërkojmë atë fundja dhe e mbarojmë punën. A është kjo, ata kanë Unë referova bazës ligjore, prandaj kam bërë dhe kërkesën për informacion. S'ka ky njëri përgjigje, po punë e madhe se kërkon Këshilli Bashkiak. Një informacion, punë e madhe, në rregull është agjencia. Këto ishin për procedurë të lutem kryetari një pyetje të fundit me kërkesë të banorëve të Zhan Fshat. Ka një afat konkret kur mund nisim punën për rrugën e Varrezave aty se është shumë shqetësuese me thënë drejtën. Aktualisht jemi duke punuar në disa shatra të tjera. Dhe të filloj vërtet shumë shpejt, mos harroni që për shkak të E mirë do ishte që në njësin dush ndjes, që më mirë të lëm pak më vonë punë të tjera në njësin dush dhe të fokusohemi tek rruga e Varrezave, pra t'i lënë në radhë, po them unë. Këtë një prioritet ajo në raport me të tjera nëse do bëhet. Rreshtet kanë bërë që ka shumë grupë të cilat janë të zhvilluar çështjet e komunimeve dhe për shkak duke qenë se aty është dhe terren kodrinor, shumë shpejt do ta fillojmë me. Po, shkenca po? Atëherë kam një kërkesë në një si ankesë në një grup biznesesh tek segmenti rrugës Juan Pollaçiu. Do të thënë segmenti deri tek gjimnazi. Tani vetëm ai segment është 2 talimsh. Siç doli dhe ligji i ri tani këto parkime dyshe, domethënë jo burg, jo nuk do të ketë. Këra këto gjëra.
I bie që ajo pjesë segmenti aty, të gjithë bizneset tani janë penalizuara, domethënë nuk po bëjnë punë për shkak të ndalesave të makinave nuk ndalojnë sepse kemi frikë se marrin gjobë. Tani, ka shumë punë prish këtë segment të bëhet një kalim që si të gjitha rrugët e tjera që të kenë mundësi edhe ata 3 biznesa, ato 3 makina që do ndalojnë aty që të punojnë gjithë një lloj. Nuk është se është ndonjë mendimi im tani, jo se do më përfshihen vetë aty në atë pjesë rrugë, por nuk është se i jep shumë kohë ose shumë karburant argjimi, të bëjnë kalimin larg nga xhamia dhe të ikin në atë pjesë rreth rrugës. Derisa kalon urbani, që është gjithaj urban, nuk lejohet të kaloj aty bandidat të rreth rrotullimit, pse mos kalojnë edhe makina të bëjnë rreth rrotullimit dhe të kalojnë një kalish. Do ta shohim me specialistët e signalistikës dhe qarkullimit. Nuk është një, domethënë do gjatë problematika e këtij segmenti sepse nuk ka makinë mos marrë gjobë. Dhe policat e kanë bërë dhe si plotësim blloqi është vetëm atë pjesë rrugë dhe aty ke policat non stop në të kontroll. Nuk e di nëse do të mund të marrë shërbim, do të flasim me specialistët e drejtorisë së kamionetimit, të cilët merren edhe me signalistikën për ta parë dhe signalistikën dhe qarkullimin, sepse përveç bashkisë bëhet një korrespondencë edhe me drejtorimin e qarkullimit të Fierarit. Inshallah realizohet. E do të shtoj diçka jo lidhur me atë, por kur bëj këtë kalimi aty, sidomos në darkë, është një çmenduri, domethënë që vinë kalojnë për tek rruga që fletë, një trafik i ka parë, ndoshta mund të jetë, nuk e di, nuk e them, po dhe në një burim aksidenti aty. Por drejtimi është shumë i lartë, domethënë nuk e di, mbase jam absurde. Alternativi ka qyteti. Jo, po edhe në lartë. Një djata. Kalimi djata, Ne këtu rrugë janë në qarë qyteti, ose biva. Ai prapë rrotullohet të vijë në darkë e disi Po kanë vrejë pajsin, pastaj i bie të trojë të thjeshtë në angrau tjetër. Dhe se kemi provuar një edhe gjë, ti si po shkoj. Atëherë hapi sheshi një rrugë parashit. Po shesh, po, ta me sheshim dakord, po jo parashit. Po ti rruga ka bashkisë shumë e ngushtë, nuk e përballon të Hapje dhe sheshi si shka Një rruga jote aty. Me që e kam këtu, e kam në të brashtë, sa i përket bizneseve dhe qytetarëve. Unë do vazhdoj të i bie në të njëjtën vrim fyllit për policinë bashkiake. Sepse me të vërtet tha shkenca që mori parasysh që të bëhet me një sens, por nuk është zgjidhje, është shtatë lehtë, nuk na zgjidh gjë. Ne na zgjidh një gjë. I pyetje kam unë kryetarin. Por vetëm neve na ankohen këta qytetarët për policinë bashkiake apo vinë dhe të kjo ankesa? Për gjoba. Pra, policia bashkiake me në krye, ja ka themu. Dale si me dua dhe unë ligjën dhe unë rendin e dua. Po që mos i bërë? Okej. Që ta kuptosh? Tani, këta njerëzit e importuar këtu që drejtojnë policinë bashkiake, dhe kësaj do vazhdoj të bie, sepse ka shumë specialistës e këtu, sepse ndeshen çdo ditë me policë bashkiake që çapo heqin nga ata. Tani kanë në emision këta, apo kanë ardhur të bëjnë punën që i takon këtu. Sepse këta kanë vetëm një gjë, bëjnë garë me policinë e rendit kush vë më shumë gjoba. Kanë fillu garën. Do vëm ne, apo do vëm. Nuk lënë qytetari një sekond dhe një gjë emergjente ato dhe piki. Sepse ne këto kushte, këto si kemi, këto rrugë kemi ne. Këto parkime kemi, tani të bëjnë dhe pak loja. Tani jo çdo gjë me blokun dorë, na dalin treshe tani policët e bashkisë. Ky zotmia që drejton, ky që rri në rrugë, nuk e di e tjetri. Mos na vihet, e kam thënë herë, mos na vihet na tregoj gangun në përlushjen e. Nuk ke trev të ndalosh një sekond makinën se të gjenden aty. Tani ne i shtuam ta policë bashkiake për shtuar gjobat apo për të shtuar sensibilizimin ndaj qytetarëve. Asnjëherë, jo, këtë të parë nuk e bën atë. Sensibilizim nuk ka. Sensibilizim po që Ervini, po që Keli hajt se i njohim talent. Po që Kozella që se njohim futja gjobën. Madje kanë dëgjuar të tjerë që po vënë gjoba pa i vënë letrën në xham. Po ne s'po merrem me këtë, s'u duhet ta verifikojmë. Po jo tani nuk është ky objektivi parsor i policisë bashkiake, ç'është ka kjo? Hajde për çaj, ne s'kemi parkime. Bëu pak luajal atje ku ka mundësi që qytetari të marrë fund lart. Sollën një propozim për
parkime dhe ju si kurasi duke futur. Po lere se ti do ta gjesh te ne fajin po. Jo po ti mos e kërkoj gjithmonë fajin tek ne. E kam tek ata, unë po them ty ti kërkosh llogari. Tek procesi punës të shbër një propozim, nisu nga kërkesat tuaja. Ju është sjell në kurasi, nuk e futët të mbledhje këshilli, e cila do të jetë zgjidhje dhe për çështjen ajo e parkimit të mjeteve që jepen me qëra dhe që shiten në të gjithë rrugët dhe sheshet e qytetit. Ju refuzuat të bëni drejtësi. Jo s'kemi refuzuar, kemi thënë që të plotësohet, kemi lënë detyrë policisë bashkiake që t'i heqë tabelat jepet me qera. Nuk është kjo. Heqë tabela, po s'ka që ta lëri mjetin, por jep zgjidhja ajo për. Po pse ajo jep zgjidhja ajo zgjidhja që solli ju. Dakor, hajde miratojmë që nesër atë. Bëjmë mbledhje jashtë për atë. Po nuk jep zgjidhje. Po patjetër që jep, po pse. Atëherë unë t'jap fjalën që mbledhjen tjetër. Në rrugë të shfrytëzohen për biznese. Po ne kemi ngritur si problematik, mos bëj sikur se kemi ngritur tani këtë. Ne na shqetëson. Prandaj e sollëm po gjykuam që nuk është kjo zgjidhje. Në mënyrë që ju të merrni një vendim. Po s'morën përgjigje pra në administrata, ishte vetë pa qartë administrata, çfarë do të bënte? Asnjë informacion. Zero përgjigje. Ne nuk mund të shtoj po kush ka qenë prezant. Ja solli informacionin në shkrim që. Zero se kush do të ishte. Ka qenë Donaldi me gjithë Pedrin, ne kemi diskutuar. Redakcioni ka. Një redakcion shtesë për atë pjesë, ndryshojmë numrin e makinave, një studimi, një redakcion shtesë. Kemi marrë në kurrësi një shtesë, një material shtesë, një masollë. Pastaj na I tham do të soj, nuk votohesh. E shtym për një mbledhje kombinate. Tani nuk është kjo çështja, po diskutoj diçka tjetër. Mos u merr me këtë duam se zgjidhje, jemi bindur që e duam gjithë se zgjidhje këtë. E kemi ngrit gjithë si shqetësim. Po flasim për këtë zotrim. Këtë zotrim se mora shkas edhe nga rritja e pagës për një pjesë e parashikonte BKM-ja. Shumë mirë, ushtuan dhe numër tani dalje dhe të shërbejmë qytetarëve. Jo me vrap gjoba. Dakor, e duam rregullin disiplinën. Gjobite patjetër aty ku janë gabim. Po jo nik me blok mbrapa. Çfarë janë bërë tani me blok mbrapa? Ka vështirë ke ti thuash një herë ti orë ndale këtë. Reprezentanti ç'është ky? Por e kam detyrë funksionale dhe. Cila është detyra funksionale e tyre? Po të marrin parasysh se s'ka parkime. Edhe të sensibilizojnë, por patjetër që atje ku bëhen shkelje, patjetër që po. Edhe do të penalizohen. Domethënë çajin kokën, po 5 vende ke për parkim. Merret pak aty ku shpjegon qytetari, lëre marrë punën tiki. Se s'u bëj shameti. Drejtëtari vjen aty te ky parkimi që është për ju, aty keni bërë me vizat verdha, jashtë çdo norme të kodit rrugor. Është parkim që tabela është në fund dhe tabelat e sinestikët rrugore kanë funksion prapa veprues. Ajo është në fund aty ta vinë në gjoba. Që s'ka asnjë sens. Nëse po s'do merrem se ka shumë tilla. Tani do them diçka tjetër. Më në fund se do marr prapë shkas nga kjo. Kemi parë që kanë dalë këto makina teknologjike nga ndërmarrja e pasurisë publike. Se më thuaj që nuk them kur ka dhe gjëra të mira, po i them edhe kur ka gjëra të mira. Më pëlqen që kanë filluar lëvizjen, vën kosha, krahasisin dhe ku diu, gjëra të tilla. Por më së fundi është bën edhe kjo ndërmarrja, nuk e di, policia bashkiake ka bërë sa vizime nëpër kosha, vendet e koshave, i ka bërë ndërmarrja veta në udhëheqjen e policisë bashkiake, se i din gjithë ata policisë pranë. Bashkiaki qëndron të bllokuar mjetet punën nga gjatë procesit që bën ndërmarrja për katse, e cila pjesë të së cilës ka dhe brigadën e sinjalistikës. Bukur shumë. Po i ka studiuar këto tani se na kanë shtuar për kosha tani. Janë zënë 2 kosha aty për na zënë për 6 makina. Sepse shpeshherë kemi përballur me faktin që shkon mjeti teknologjik për të pastruar kosha dhe aty është mbushur gjithë makina, të cilat nuk lejojnë lëvizjen e koshave. Aty do të funksionojë gjoba, po po thotë njeriu. Aty kur sa koshin për gjoba, po jo tani. Te shtëpia ime pas pastrimi i koshave bëhet mëngjes herët ose natën, që do të thotë që ta mundur të gjesh shoferin në mes të natës për të thënë që hajde ish mjeti. Sepse je shqipitur që kemi raste të tilla të cilat bllokojnë gjithë dhe parkojnë për gjatë vendit të kontenierëve dhe nuk lejojnë punëtorë. Po këtë vizimet e parkimeve të rezervuara i shohin, e i ka kjo si ndërmarrje kompetencë apo policia bashkiake? Se dhe parkimet të rezervuara janë çdo standardi i shohin. Drejtoria e shërbimeve, e cila në bazë edhe të një rregullore, e cila është miratuar vite më parë nga Këshilli Bashkiak, si për hapësira publike, por patjetër që po bëhet dhe diskutimi i vendeve të parkimeve të miratuara,
Mbasi miratohen nga drejtoria e shërbimeve, i kalojnë zyrtarisht në marrës pasurisë publike për t'i bërë në terren. Halli im është se kemi biznese për shkakun që ka 2 parkime, ka lënë një këtu dhe këta hapësirën bosh këtu në mes. Sepse secili biznes është Jo, nga një parkim, nuk i është miratuar asnjë biznes ky parkim. Do të ka vizuar vetë. Të kufizuar që Ka vizuar vetë, se ka biznes që kanë aty. Mund të jenë 2 biznese të afërta. Jo, ka i njëjti biznes. Ka raste të tilla, që i ka i njëjti biznes dhe nuk i ka bërë dhe rast, dhe një hapësirë në mes, që sa më parë. Dy parë. Edhe treta. Nuk kemi identifikuar në shkak të problematikave që kemi në parkimet dhe atyre që janë kërkues të vend parkimeve, i është miratuar. Për këto pra duhet funksionojë drejt policie bashkëndë për drejt Italit, se e shohim se si funksionon, se kemi në vende nëpër trotuare, nëpër vizat bardhas, nuk jam mund të afrohen, bëjnë si gangën gjene të lodhur, bëjnë si gangën me të lodhurit. Po që se janë aq gangët, bëjmë me të gjithë gangën. Kaq, dhe zbatojnë ligjin, më na tregojnë ligjin e aty. Jo, është me vend kjo vërtet. Do të prandaj tash e pranojnë brejtjen dhe do të marrin masa për të mësuar të përcjellin. Në lidhje me këto që ndërlodhen gjithmonë prapë